me emër të Allahut, mëshirues dhe përdëlimtar i madh. Atë ka arritur ty lajmi për fatkeqësinë e kaprueshme të kiametit. Atë ditë fytyrat e të keqinjve janë të dëshpëruara. Me punë të vështira e të raskapitura, në zjarr të fortë do të digjen, e do të pinë nga burimet e vluara, kur tjetër ushqim për ta nuk do të ketë përpos therave. E ky ushqim as nuk do t'i trashë as nuk do t'i ngop nga uria. Atë ditë fytyrat e disave besimtarëve do të jenë të gëzuara, të kënaqura për punë të bëra, të vendosura në kopshin madhështor, në të cilin nuk do të dëgjojnë fjalë boshe, në të ka burime ujë rrjedhse, në të ka divane të çmueshme, dhe kupa të përgatitura, dhe jashtëk të renditur, e shumë qëllima të shtruar. Vallë, a nuk shohin ata se si është krijuar devja, e si është ngritur qielli, dhe si janë vendosur malet, dhe si është shtrirë toka. Ti këshillon njerëzit, se ti je vetëm këshillues, ti nuk je mbi ta imponues fundus. Përveç atyre që shmangën dhe nuk besojnë. Ata, Perëndia do t'i dënojë me mundimet më të mëdha. Ata, me të vërtetë, do të kthehen te ne, dhe me të vërtetë do të japin llogari para nesh.